طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vëllezër të nderuar, jemi tek tefsiri I gjuzit Amme. Kemi arritur tek suratul Naziat me komentim të Sheikh Uthayminit rahimahullahu taala. Kemi arritur tek nefsi. Në fakt nefsi I njeriut ka tri prirje. Do thonë për të keq, për të mirë, apo tash do t'i trajtoj me lejen e Allahut subhanahu wa taala. E para është për të bërë keq, të shtin me bë keq, apo e dyta thot shtin me bë mirë. Dhe e treta për të çortuar, të çorton. Po çka e treta që të çorton, në herë çorton për të mirë, në herë çorton për të keq. Varësisht ti çyshe mban anën. Nëse je njeri I mirë, çorton për të keqen, mos me bë të keqen. Nëse je njeri I keq, çorton për të mirën, mos me bë të mirën. Domthon varësisht prej personit. Thot Allah subhanahu wa taala, o shpirti qetësuar, nefs I mirë. Thot ktheu tek Zoti yt I kënaqur dhe ai është I kënaqur dhe ai I kënaqur me ty. Lidhe me atë që është që të bën keq ky nefs. Tjetri, thot unë nuk e shfaqsoj thot veten, sepse shpirti nefsi I njeriut është I prirë drejt së keqës. Të shtin me bë keq. Të flet dikush keq, edhe ti nervozohesh, edhe të shtin me bë keq. Pastaj thot, sa I përket nefsit çortues, që e çorton vetveten. Thot çka beton për ditën e Kiametit, siç beton për shpirtin çortues. Suratul Qiyama ajeti 1 dhe 2. Njeriu e ndin në vetvete këto tri prirje. Me raste e vren që shpirti I tij ndikohet që e nxit me bë vepra të mira, edhe bën vepra të mira. E sheni fukara e nxit, domethënë që ky nefs I mirë për mi dhon para apo me ndihmu, apo. Pastaj thot e dëshiron të mirën dhe e bën. Ky është shpirti I qetë. Nganjëherë është shpirti që të nxit me bë vepra të këqija. Zina, drog, ku e diunë, me shajt dikonin, të nxit. Apo edhe shejtanin që e kemi na, shejtanin gjinin qarin, gjini përcjell që të nxit me bë vepra të këqija. Kështu njeriu ndin keqardhje, po ashtu edhe e treta është prirja çortuese për disa veprime të caktuara. Kështu njeriu ndjen keqardhje për kryerjen e mëkatit. E treta, e para të nxit me bë vepra të mira. E dyta të nxit me bë vepra të këqija. E treta që ky çortuesi kur ti bën vepra të këqija e çorton vetveten. Mirë, po e kundërta është. Na herë ndodh që çorton vetveten kur bën vepra të mira. Varësisht që shtam nga personi. Domethënë, ndin keqardhje kur e kryen mëkatin, ndodh ta çortoj edhe për punët e mira, sepse disa njerëz mund ta çortojnë vetveten për punët e mira, për shoqërimin me njerëzit e mirë. Ai ç'a dola me këtë njeri, veç fepo më kallzon ky. Po do unë më kënaq vëllazë, me pi alkool, me pi drogë, me shku mas femna, ky veç mirë po më kallzon. Edhe ky e çorton vetveten. Ky e çorton kundër të mirës. Varësisht nga personi. Sigurisht që xheneti do të jetë streha e tij tash ajeti. Xheneti është vendbanim I kënaqësive, I përgatitur nga Zoti për robërit e tij të mirë. Aty thot ka gjëra që nuk janë parë ndonjëherë. Ka hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që as syni nuk ka pa, as veshi nuk ka dëgju dhe as që mendja, imagjinata jote s'mundet me imagjinu një send të mirë që ka me pasë në ditën e gjykimit. Thot Allah azza wa jall, askush nuk I di se çfarë kënaqësisë janë fshehur për ata, si shpërblim për punët e mira, ndërsa hadithin kutsi thot për robërit e mi të devotshëm kam përgatitur atë që nuk është parë, që nuk është dëgjuar, siç tham, edhe nuk është imagjinuar në kokën e tij. Përveç se ato Allahu subhanahu wa taala na ka treguar të mirat e xhennetit që ka mujt mi perceptu robi në këtë botë. Lumenjet me qumsht, me mjalt, ku e diune, hyrit. Mirë po, aq sa kemi mujt me I perceptu. Se janë disa gjëra që nas mujt me perceptu, jashta që ti rreti, që ti globi. Apo e kemi fillimin dhe mbarimin e librit. Çtu mrena, çka mujt me kuptu, me perceptu. Jashta librit, kopertina e librit, a dim diçka s'dim. Më thonë, është munduar Muhamedi alayhis salam, më thonë me një thjeshtësu
punën e xhennetit. Pastaj thot këtë xhennet njeriu arrin në prag të vdekjes, kur engjëjt i bëjnë thirrje shpirtit për të dalë, o shpirt i qetë, dil për në kënaqësinë e Allahut. Më thonë, dil për në kënaqësinë e Allahut, kështu shpirti i jepet lajm i gëzuar për të hyrë në xhennet. Më thonë, para se me shku në xhennet, e kupton sepse e sheh subhanallahu që let ka me dal shpirti me lenë Allah subhanahu wa taala. Dhe thot Zoti i madhruar, thot të cilëve engjëjt u marrin shpirtin duke qenë të pastër e duke u thënë shpëtimi qoftë mbi ju, selamu aleikum, thot An-Nahl, duke u marrë shpirta thonë hyni në xhennet si shpërblim për punën që e keni bë. 5 vaktin e keni fal. Jeni qunë mëngjes, në sabah keni prish gjumin, keni shku në xhami, jeni largu harameve, ju kanë bo femnat fitne, jeni largu. Dhe çdo sen ju kanë shah, keni bo sabër, keni bo vepra të mira, gjitha i keni bo këto, atëherë keni xhennetin me lejen Allah subhanahu wa taala. Për këtë arsye kur pejgamberi sa mjoftoi kush e do takimin thot me Allahun, edhe Allahu e do takimin me ty. Nëse ti e don takimin me Allahun, atëherë edhe Allahu e do takimin me ty. E jo besimtari se do takimin, e din që ka bu. Qysh ka mu taku me Allahun subhanahu wa taala? I mushëm me mëkate. Se cili ka me ditë vendin e ti ku ka me shku. Se cili prej nesh e një vetën e vetë. Vallahi e një vetën e vetë. Kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala, pastaj thot, ndërsa kush e urren takimin me Allahun, edhe Allahu e urren takimin thot me të. Edhe thot çfarë? Thot o profeti i Zotit, Aisha radhiyallahu anha i thot, o i dërgumi i Allahut. Thot po na e urrejmë bre vdekjen, a i bjen kjo që na s'po dojmë mu taku me Allahun? Thot nuk është ajo që shpo mendon ti. Ja, nuk është ajo që ka po mendon ti. Pastaj thot nuk është ky qëllim, kur besimtari merr lajmin e mirë në prag vdekjes, ai do të takimin me Allahun. E sheh me laçet e sheh Allah. Me laçet e sheh që po i vin me i thon dorzoje shpirtin. Dhe shpirti i del, domethën duke i shiku syt, domethën shpirtin duke dal me lenë Allah subhanahu wa taala. Ndërsa thot jo besimtari apo kafiri e urren takimin me Allah dhe shpirti i tij shpërndahet në për trup. S'do me dal. Ku me dal? Ku me dal? Ku ki me shku? E din ku ka me shku? E din që ka bu në këtë botë? Sa të zezat i ka bo? Sa vrasjet, sa mbytjet, ku e dione sa gjunohen, e sa shirkiaten, e sa luftën e ka bu ndaj islamit? Ku me do me dal? Sillet në për trup. Dhe pasta me laçja, me një ashpërsi e tërhek, shpirtin nga trupi, sikur që shkanë thonë ulemoja, kur e merë një therë dhe e vendos, si që thamë më herët, me një lesh të shprishur, apo tjerët kanë thonë, sikur i merë therë dhe i vendos tek gabzheri dhe e tërheq me një tërheqe të fuqishme. Qysh deleja? Që si lloj vështërsie ka me pas shpirti, se shpirti na i dimë në 2 elemente, shpirti dhe trupi. Dhe shpirti ku del me një vështërsi të madhe se s'do me dal. Nuk do me dal. Qysh është edhe hadithi tjetër që kur ta marrin, domethënë në xhenazën kur den me çu në varreza, thot ku po më çani, s'ka qef me shku në varr. Se e dim ku ka me shku dhe ku ka me dal para Allahut subhanahu wa taala. Enes ibn Nadri i tha Saad ibn Muadhit, o Saad, për Zotin po e ndjej aromën e xhennetit afër Uhudit. Kjo nuk është thjesht një shprehje figurshme, por një përjetim i vërtet. Ibn Qayyim thot, disa njerëz e përjetojnë ahiretin duke qenë akoma në dynjë. Dine se në luft duke luftu, momentin e pikës parë gjakut i fshihen gjitha gjunaat. Në xhihad fi sabilillah kur lufton, kur është koha me luftu, beteja para armikut, momentin kur të vret, pika e parë e gjakut nëse vendoset në tokë, kanë më të falë gjitha mëkatet përveç borxhit. Borxhi s'falet. Nëse i ki dikujt hak i ke i nuk falet, dhe e sheh vendin tënë në xhennetin Allah subhanahu wa taala. Para se me shku në xhennetin e vërtet. Pastaj thot Ibn Qayyim, thot disa njerëz e përjetojnë ahiretin duke qenë akoma në dynjë, pastaj nisi u nis dhe luftoi derisa u vra, Allahu qoftë i kënaqur me ti, prej ti, me një fjalë Zoti ka përgatitur në xhennet atë që se marrin dot me mend. Po flasim për xhihadin fi sabilillah, unë kam qef çdo herë me sqaru se ka se që i këqyrin këtë sene dhe i shkëpusin, thot ky po thirr në luftë, jo. Në luftë thirr institucionin, nuk thirr erginin në luftë. Flasim për xhihadin, çka është?
por se në mënyrë individuale kërkues guxon me thirrje në luftë. Se s'është kjo hajgare, xhihadi nuk ka hajgare. Më bë grupe me shku, kështu që ju bëj selam atynve që i këshyrin videot e mia dhe kanë qenë mi shkëput, s'moni mi qit jashtë kontekstit fjalët e mia. Pastaj thot ajeti kuranor të pyesin ty për çastin e kiametit se kur do të ndodh. Ajeti tjetër ti nuk ke kurfar dienie për të. Kjo i përket vetëm Zotit tënd, padyshim ti je një paralajmërues për ata që kanë frikë atë. Ditën kur ata do ta shohin, do të duket sikur kanë qëndruar në këtë botë vetëm një pasdite ose një mëngjes. Shumë pak kam ju duk koha. Thot pyesin ty për çastin e kiametit kur do të ndodh, do me thonë pyesin njerëzit, si shpjegohet në varg tjetër, të pyesin ty për njerëzit për kiametin, thuaj vetëm Allahu e di këtë. As Muhamedi alayhis salam se ka ditë. Pas Gjibrili alayhis salam se ka ditë. Pe dini hadithin e Gjibrilit kur e pyeti Muhamedi alayhis salam për Islamin, imanin, ihsanin, shenjat e kiametin, shenjat e kiametit, s'ka ditë Muhamedi alayhis salam, i ka thonë nuk di pyetsi më shumë se sa i pyeturi. E din vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu njerëzit ndahen në dy kategorinë lidhje me interesimin që shfaqen për çastin e kiametit. Pyetjet atyre që konsiderojnë të pamundur dhe nuk besojnë, ky është mohim kafir, domethënë është kufër personi. Këtë e bënin idhujtarës, siç thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ata që nuk besojnë kërkojnë ta shpejtojnë kiametin. Ai kur është ai kiameti yt? Ai gara po lishtja, po na kallësh kiamet, kur ai kiameti yt? Sepse nuk i besojnë kiametit. Do thot kurse ata që besojnë e kanë frikë atë dhe e dinë se është plotësisht e vërtetë. Dhe kategoria e dytë thot bëjnë pjesë personat që pyesin për tu përgatitur. Domethënë, Muhamedi alayhis salatu wassalam është pyetur për kiametin. Edhe çka i ka thonë? Muhamedi alayhis salam i ka thonë, çka ki përgatit për ta? Kanë dashur me mësu sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thot çfarë? O profeti i Allahut, kur do të ndodh kiameti? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, çka ki përgatit për ta? Tha dashurinë që kam për Allahun dhe profetin e tij. Profeti tha njeriu do të jetë me ato që e do. Çfarë fjalë? Veç i ka thonë dashurinë për Allahun dhe pejgamberin e tij. Njeriu do të jetë me ato që e do. Me qatë shok, me qatë vëlla, që e do, Allah subhanahu wa ta'ala me to ka me të rinjallë në gjennet. Edhe na ju themi, atyve që bonë në polën e armiqve të islamit, edhe ata që bonë në ata që po bëjnë krime kundër muslimanve, Allah të rinjallë me ta bashkë. Qështu i bjerë? A i bjerë që ashtot? Nëse s'dush mu ko nanën e muslimanve, nëse s'dush mu ko nanën e atyre që po persekutohen, po mbyten, po vriten, që kur pisha ato video, s'u pisha. Nuk po mujmi po, fëmit në për ato gërmodha në përsene, e ti nëse je me ta që pi vrozin, Allah të rinjallë bashkë me ta. E unë jam me qatë fëmin, që ti pe vratë. Unë jam me qatë fëmin. Më rinjallë të Allah me qata. Me qata musliman, me qata që po persekutohen me lena Allah subhanahu wa ta'ala. Ti nuk ke kur fardjeni për të, pra ti nuk mund ju të regosh se kur do të ndodh kiameti, sepse këtë e di vetëm Allahu, thuaj vetëm Allahu, thot e di për këtë, dhe si shtam hadithin e Gjibrilit alayhis salam që as Gjibrili nuk e ka ditë për kiametin. Padyshim ti je një paralajmërues për ata që kanë frikë atë, do me thonë ti nuk e dije se kur do të ndodh, vetëm je paralajmërues, vetë po i tregon që do të ndodh, kur na nuk e dim. E rëndësishme është që po të paralajmëron dhe po të thot ki kujdes se do të vjen kiameti, andaj përgatitu. Po ashtu sado që gjatë jetë jeta, prap ti ki me vdek, o vllaje, sa dush jeta, ki me dek një dit. Thot Allahu azza wa jall, ditën kur ata do ta shohin atë, do të duket sikur kanë qëndruar vetëm një pasdite ose një mëngjes. Pyetja që duhet t'i bëjmë vetës dhe që duhet të kemi përgjigje është se në çfarë gjendje do të vdesin. Nuk ka me të qyrje i pasër i varfër. Çfarë gjendje me ibadet ke qenë. Sa vepra i ke bo, që kjo është. Sot e varosëm një të më shumë atje në të sus, edhe krejt shkum e varosëm të parët që dolen prej varit për mi prit mysafirat, maste, jo mi prit, po në më thonë mu takun në fund që është tek ne, të parët dolen antarët e shpis, e lanë varin, të parët. Që shkarë në hadith pejgamberit alayhis salam, që gjenazën, zbashku me gjenazën, 3 sene i shkajnë. 3. Veprat e ti, pasunia e ti edhe fëmijët e ti.
fëmijët largohen mbi varrit, pasunia largohet, kush po jetë? Veprat e tij. Ajo është me Allahin e vetë në varrin e tij, a mendon më në subhanallah, jem burr këtu apo je vetëm në shtëpi dhe ki mërzi. Po ku të shkon atje në vetë, në varrin tënd bashkë me Allahun tënd. Kërkon se ki heq, kërkon heq, veç Allahin tënd, veç pret çka po ndodh tash, të vinë me lajket. E nëse nuk ke qenë besimtar, la edri, nuk di thot. Kush është Zoti yt? Kush është feja jote? Kush është Zoti yt? Skënderbeu. Kush është feja jote? Çfarë më thon shqiptaria? Kush është profeti yt? E ku e diu në domethënë, nuk po e mohim qenë shqiptar, na shqiptarë jemi. Ama mos i përzini konceptet. Mos i përzini konceptet. Shqiptari të ka kriju Allah popull e fise që të njiheni, po je edhe besimtar. Edhe kaq. Pastaj thot, sa njeriu thot niset për një udhtim, mirë po kthehet në arkival. Ku e dim na, a jemi gjallë desa të shkojmë më subhanallah. Po më shkruan Hoxha Adem para një disa orëve, kishte ndodhur një ndeshje aty në Kakuksi, aty ajo që është ajo ura, pa ajo shpell, ajo tuneli që është. Edhe kishin qitë vetë inicialet, edhe ishtë një inicialet eshë. Më shkruan Hoxha Adem. Ja nisa me kish. E s'ja ktheva për njerë përgjigjen, unë e po ta punë, desa ja ktheva, thash jo, s'është, s'ja bune. E kish po eshë, se dim o vlon, nuk e dim, moment e vdesish. A je pregadit para dita joa. Prandaj duhet të kërkosh falje sa më shumë që të mundesh, sepse istikfari është zgjedhja për shqetësim dhe rrugëzgjedhje. Prandaj ju këshilloj që të keni në mendje mbikëqyrjen e Allahut, të kërkoni shumë falje. Muhamedi s.a.s. ka pas mëkatet e falura vllazni, po çdo ditë ka kërku falje. 70 herë, 100 herë. Ja Resulallah, po i kibre mëkatet e falura Aisha për thot. Po ka sikur tenxherja kur zin me ujë, kur zin, çashtu ka kajt Muhamedi s.a.s. namaz. Ju kanë komt të falura mëkatet, të kaluara dhe të ardhshmet, dhe prap i bën ibadetet më shumë se ti e une. Edhe ja Resulallah, pse bre qa qumë për jebë zërë? Pa, mas t'jam rob falendëruas, dhe që t'jesh me falendëru Allahun, e na ku jemi. Pastaj thot e lusë Allahun të na adhurojnë një përfundim të mirë, ditën kur ata do të shohin atë, do të duket sikur kanë qëndruar në këtë botë, vetëm një pasdite ose një mëngjes, deri në takimin e radhës me surën Abese. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.